Mirë se vini në udhëtimin tonë dy ditor drejt dy prej destinacioneve më të bukura të Maqedonisë së Veriut, Ohër, Strug dhe Mavrov. Një udhëtim që kombinon histori, natyrë, kulturë dhe shije autentike, perfekt për ata që duan të zbulojnë më shumë se vetëm pamjet. Ndalesa jone e parë për mëngjes dhe kafe ishte tek Elita Grill, një vend i ngrohtë dhe mikpritës, ku aroma e kafes dhe energjia e mëngjesit na përgatiti për ditën që na priste. Një fillim i qetë, por plot emocion, përpara se të vazhdonim drejt destinacionit tonë të parë, Ohërit. Ohri, një qytet historik dhe magjik. Ka rreth 39.000 banor dhe ndodhet buzëliqeni të Ohrit, një nga liqenet më të lashta dhe më të bukura në botë. Qyteti ka një histori të pasur që daton që nga periudha ilire, më pas romake, bizantine dhe mesjetare, dhe është i njohur për kishat e vjetra, lagjet karakteristike dhe kalat që e bëjnë vizitën aty një udhëtim në kohë. Gjatë vizitës në Ohër, çuditoret përgjatë liçenit dhe rrugisat e qytetit të vjetër janë ideale për ecje të qeta. Pamjet e maleve në sfond, uji i kthjellët dhe atmosfera e qetë krijojnë një ndjesi të veçantë mikpritje.
një shëtitje të shkurtër në qytet, hipëm në varg për një shëtitje në liçenin e Ohrit. Varkat e vogla dhe ujë i kthjellët krijuan një panoramë magjike. Pamjet ishin si nga një kartolinë, uji i kaltër, male në sfond dhe qetësi që të mbush shpirtin. Kjo shëtitje nuk është vetëm marketing, por edhe një mënyrë për të kuptuar rëndësinë e liçenit për jetën dhe ekonominë e zonës. Pas kthimit nga varka, u ndalëm për drekë. Ushqimi ishte një përvojë autentike, veçanërisht salca e kosit me thrime are sipër, një kombinim që tregon kuzhinën tradicionale të Ohrit. Vera ishte gjithashtu e veçantë, e përshtatur në mënyrë perfekte me shijen e ushqimit, duke parë që çdo kafshim të jetë një kënaqësi e plotë. Pas drekës vazhduam drejt Strugës, një qytet i vogël por i pasur me histori dhe kulturë. Kjo është porta që lidh Drinjën dhe lumenjtë e tjerë, një vend strategjik dhe historik që të tregon lidhjen e qytetit me ujin. Ndryshe nga Ohri, i cili ka rreth 39.000 banor, Struga numëron rreth 16.500 banor, dhe kjo i jep një atmosferë më intime dhe mikpritëse. Qyteti ndodhet në pjesën veriore të liçenit të Ohrit dhe njihet si vendi ku lumi Drini-Zi buron nga liçeni, duke vazhduar rrjedhën e tij drejt Shqipërisë. Ky fakt e bën Strugën një vend strategjik dhe të veçantë, ku uji dhe natyra janë pjesë e pandashme e jetës së qytetit. Historikisht, Struga ka qenë e banuar që nga periudha ilire dhe gjatë shekujve ka kaluar nën sundimin romak, bizantin dhe osman. Pozicioni i saj pranë liçenit dhe lumenjve e ka bërë një pikë lidhëse tregtare dhe kulturore ndër shekujt. Qyteti ka një trashëgimi të pasur artistike dhe letrare dhe është i njohur për mbrëmjet poetike të Strugës, një nga festivalet më të njohura poetike në botë. Gjatë vizitës në Strugë, shëditoret përgjatë lumit Drinë dhe liçeni janë ideale për ecjet e qeta. Ura karakteristike, hapësirat e gjelbërta, kafet buz lumit dhe atmosfera e qetë krijojnë një ndjesi të veçantë mikpritjeje.
Pas kësaj patëm një orë kohë për të shëtitur këtu për të eksploruar rrugicat e qytetit, ka përpamje të mrekullueshme dhe përjetuar atmosferën unike të Strugës. Shëtitja këtu është si një udhëtim në kohë, nga rrugicat e qeta të qytetit të vjetër deri te pamjet mahënitse mbi liçen. Beni kırsan, taşa vursan, benle sansan ne çıkar? T'ju bëj një room tour të hotelit. Kjo është hyrja. Edhe gjëja e parë që nuk më pëlqen është kjo që është e hapur, kështu është shyer. Dhe kemi shapka. Nëse kemi një tharse këtu. Ca varse rrobash. Kjo është varse për rrobat. Unë mendoja se do kishte dollap ku t'i fusi gjërat, por jo, nuk paska. Ka këtë që vesh këpucët për persona që janë më të mëdhenj në moshë dhe nuk i veshin dot këpucët. Keni një krevat tek, një doppio, kondicioner, kaldaj, që është e ngrohtë, televizor që këtu në Kosova nuk funksionon ka. Pas qyra dhe unë shumë po mbërdhi. Kemi një balkon që se di fare se ku të nxjerr. Po nga autostrada besoj, duket të jetë autostrada. Tani jemi ke hoteli. Fsha këto rrobat e gjumit se kisha ftohtë edhe këto do majnë ngrohtë. Dhe në orën 8 ose 7 paca do bëhemi gati të shkojmë poshtë, është darkë festive. Me kërcim, besoj e kështu, do e marrë me vete për të vejemi. Tani po qëndrojmë këtu, do shplodhemi një herë, do pushojmë, do flëm një orë gjumë, përse nga ashtë do bëhemi gati. Kjo ishte veshje që kishte sjellur për darkën, ky fusan is elegant dhe i thjesht perfekt për mbrëmjen. Gjatë darkës nuk filmova shumë, por të imi realist, ushqimi ishte tamam si ajo drejk që shkon kur vdes në një, dhe pjata ime erdhi e ftohtë, ndërsa të tjerët në tavolinë po hanin të ngrohtë dhe të shijshme, prandaj unë u përqendrova vetëm tek supa dhe fatmirësisht drekën e kisha ngrënë mirë, prandaj nuk mbeta plotësisht pa ushqim. Por mund të them se kjo darkë ishte një eksperiencë unike nga ato që nuk i haron dot. Pas një nate të bukur dhe darkës me humor, u zgjuam për një mëngjes të qetë dhe të shijshëm. Mëngjesi ishte i lehtë, por perfekt për të marrë energji për ditën që na priste. Atmosferë qetësie, gjithçka përgatiti momentin ideal për aventurën tonë të radhës. Pasi konsumoj mëngjesin, u nisëm drejt destinacionit tonë të ardhshëm, Mavrovës. Rruga drejt Mavrovës ishte një udhëtim i mbushur me pejzazhe mallnice, male të gjelbëruara, pyje të dëndur, ajër i pastër që të mbush shpirtin.
Çdo kthes ofronte pamje të reja, liçene të vogla, lumenj që rrjedhin ngadalë dhe fshatra tradicionale që dukeshin sikur kishin dalë nga një kartolinë. Dhe sa po afrohemi, malet e Mavrovës shfaqen të mbuluara me borë të bardhë, duke krijuar një panoramë magjike që të lë pa frymë. Pyjet dhe kodrat të mbuluara me borë i japin këtij vendi një ndjesi qetësie dhe paqeje perfekte për shëtitje dhe relaksim. Ky udhtim rrugës ishte një hyrje magjike në bukuritë e Mavrovës, duke na përgatitur për natyrën, aventurat dhe qetësinë që do të eksploronim aty. Pas britjes në autobusi, nisëm gjitje në drejt zonës ku ndodhi teleferiku dhe pista skive të Mavrovës. Rruga ngjitëse ishte mbuluar me borë të freskët, male të bardha dhe ajër i pastër që të mbush shpirtin me qetësi dhe energji. Çdo hap i ngjitjes ofron pamje magjike, bora shkëlqen, male të bardha që shtrihen në horizont dhe pyje të dëndura që krijojnë atmosferë dimrore plot magji. Ngjitja drejt teleferikut nuk është vetëm një rrugë, është një përvojë që të lidh me natyrën, duke të përgatitur për aventurat që na presin më lart në pistat e skive. Kur afrohemi, shohim teleferikun që ngjitet në majë të maleve dhe pistat e skive që presin adhuruesit e sporteve dimrore. Pamja e borës së freskët dhe e shkëlqyer është një peizazh që të lë pa frymë, perfekte për fotografi dhe për të ndjerë emocionet e dimrit. Derisa ktheheshim drejt autobusit, poshtë nesh pam shtëpitë tradicionale prej druri, të vendosura bukur në lukinë, të mbuluara nga bora dhe ende me zbukurimet e vizitërisë që shkëlqenin
në dritën e hershme të ditës. Çdo shtëpi kishte një sharm të veçantë. Dritarit prej druri me perde të ngrohta. Dritat që dridheshin lehtë nga era dhe çatit e mbuluara me borë që krijonin pamje si nga pralla dimrore. Era e ftohtë sillte aromën e drurit të tjekur nga oqaqet, duke të dhënë ndjesinë e një dimri autentik dhe mikpritës. Qetësia e vendit ishte e plotë, dhe çdo tingull i borës binte në diell ose era që lëvizte lehtë ndër pemë, i shtonte një dimension magjik gjithë peizazhit. Pamja ishte e përkryer për fotografi. Shtëpitë prej druri dukeshin sikur kishin dalë nga një libër prallash, secila me karakterin e vet, dhe duke treguar historinë e fshehut të banorëve që ruajnë traditat e tyre. Por Mavrova nuk është vetëm natyrë. Ajo ka dhe një trashëgimi historike dhe kulturore të jashtëzakonshme. Zona ka qenë e banuar për shekuj dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në jetën shpirtërore dhe kulturore të rajonit. Manastiri i Shën Nikollës, i ndërtuar qysh në shekullin e 12, është nga monumentet më të rëndësishme fetare. Ky manastir ka qenë një qendër shpirtërore për komunitetet ortodokse dhe ka ruajtur traditat, historitë dhe besimet e banorëve të zonës për shumë gjenerata. Përveç aspektit fetar, Mavrova ka qenë gjithmonë një vend i tërhequr nga natyra, maje të larta, pyje të dëndura dhe një klimë të ftohtë dimrore e kanë bërë këtë zonë një stret e sigurt për banorët gjatë periudhave të tranzirave historike. Fshatra tradicionale me arkitekturën e tyre karakteristike dhe rrugicat e ngushta ruajnë ende një atmosferë autentike të kohëve të shkuara, duke i dhënë vizitorëve ndjesinë se kanë udhëtuar në kohë. Sot Mavrova njihet si një destinacion kryesor dimror për sportet e skive, por gjithashtu edhe për parkun e saj nacional dhe liçenin artificial, që janë atraksione të mëdha turistike. Por bukuria e vërtetë e vendit është bashkim i natyrës dhe historisë, ku çdo gjë, nga malet të mbuluara me borë deri te manastiret e vjetra dhe fshatrat tradicional, tregojnë historinë e kësaj zone të veçantë. Mavrova është një vend ku adrenalina dhe qetësia bashkohen. Mund të ndihesh i gjallë duke provuar pistat e skive, por njëkohësisht mund të ndihesh i qetë duke shijuar pamjet dhe atmosferën magjike dimrore. Ky kombinim e bën këtë përvojë të paharrueshme, dhe çdo moment këtu është një mundësi për të kapur kujtime që do t'i ruash gjatë gjithë jetës.
Pas përfundimit të vizitës në Mavrov dhe gjithë përvojës dimrore që përjetuam atje, u nisëm drejt ndalesës sonë të fundit. Gjatë kthimit, bëm një ndalesë për të konsumuar drekën, një moment i nevojshëm për të shplodhur dhe për të mbyllur udhëtimin me shije të mirë. Ushqimi ishte shumë i mirë, i thjeshtë, i ngrohtë dhe i shijshëm. Pikërisht ajo që na duhet pas një dite të gjatë në natyrë dhe në por. Një drekë që na riktheu energjinë dhe na bëri të ndjehemi të kënaqur pas gjithë rrugës dhe përvojave të bukura që kaluam. Pas drekës, u nisëm drejt shtëpisë, duke marrë me vete kujtime të bukura, pamje që do ta mbeten gjatë në mendje dhe një udhëtim që padyshim ja vlejti nga fillimi deri në fund.